Ja ku jemi me Mary Gjinin. Se vjen e dashur. Përshtar shumë sot, me shumë kërshëri. Sepse do bëjmë parashikimin e muajit Mars. Nuk është vetëm nga parashikimi, po është edhe nga ndoshta dhe nga hëna e bukur, nga ana vizive, e plotën, e eklipsë, ditën e nesërme, që do të kemi një hënë të stërgjatur që do të mund ta shohim të gjithë pavarësisht kontinentit në të cilën ndodhemi, duke qenë që ndodhet në boshtin Virgjëresh Peshkë, do ketë edhe interferencën e ngjyrës kuqe prej mënyrës se si do të vendosen, duke qenë që do futet edhe Marsi tek Peshqit, kështu që do të kemi një hënë në ngjyrë të fortë, të fortë dhe lehtësisht të dallueshme nga të gjithë, pavarësisht kontinentit ku ndodhemi ose orës që ndos, duke qenë që do ketë ngjyrë të kuqe. Më beso do marrë një nuancë, një hije përpara se ngjyrë të kuqe, dhe do të filloj ndikimin, do filloj të duket në varësi të orëve që do jemi, për nga ora 1:30 deri në nga 7 orë, deri nga ora 7-8, kështu që do kemi mundësi edhe në orët e pasdites ta shohim ngjyrën e bukur. Në fakt, po nesër kemi dhe Marsin tek Peshqit, gjë që e përmenda pak më parë, gjë që edhe justifikon edhe ngjyrën, po edhe atë çfarë shkakton kjo hënë. Kur flasim, kur vinë planetët në një pozicion, ose kur ndodhin nysit në të njëjtin pozicion, nxjerrin në pa nevojat apo brishtësit, pikat e dobta apo pikat e forta të vendit ku gjenden, që ta kuptojmë këtë pjesë. Kështu që Marsi tek Peshqit, së bashku me Mërkurin në të kundër tek Peshqit, deri në datën 19 të prillit, Venusi që do qëndrojë tek Peshqit deri nga data 6-7 bën që të paktën ditët e para të Marsit ose 10 ditë që pari Marsit të ketë ngjyrën që ka Peshku. Çfarë ka Peshku si ngjyrosjen më të brisht të vetën, ndoshta janë ngarkesat emocionale, ose ndoshta janë paqartësit, ose frikrat, ose ky altruizmi humanitar, ose humanizmi në pikat në mendjet apo në trurin e Peshkut kur ka ato brishtësit e veta. Që ta shpjegojmë me fjalë. Marsi tek Peshqit, së bashku me hyrjet e tjera, do të ndikoj në ngarkesat emocionale. Ndikimi do të jetë i fortë në ditët e para të muajit deri nga data 6, me kalimin e Venusit tek Dashi në datën 7, duket sikur bëhemi më të fortë ose qartësohemi minimalisht me çfarë projektimesh do të kemi gjithsecili në rrugtimin ton. Pra që do të thot me shumë pak fjalë, duke qenë që patëm një hyrje ditën e premte në orët e pasdites të Marsit ballë Uranit, duket sikur ngarkesa ose energjia ose projektimi jon nuk varet nga lëvizje individuale, por varet nga masa. Dhe e shpjegova që pse nuk varet nga ne dhe varet nga masa, kështu që edhe projektimi Marsit në 10 ditën e parë do të marrë ngjyrën e ndodhive të fundit të javës. Pra, çfarë ndodhi në fundjavë, duket ajo që do të përcaktojë dhe agjendën e gjithsecilit ose saktësinë ose vetë besimin mbi agjendën e vet. Marsi tek Peshqit do të përveç se kësaj pjese në vazhdimsi do të ndihmoj shumë që çfarë kemi pasur në mendje, çfarë është diskutuar, çfarë është trajtuar, çfarë planesh kemi pasur por kanë ngecur. Duket sikur është sqarues në kuptimin e drejt për drejt. Çfarë është për të mbyllur dhe është për ne, do kopsitet, do mbyllet dhe do e marrim me vete. Çfarë është për të mbyllur dhe nuk është për ne, të paktën nuk do harxojmë më energji për siç kemi harxuar të paktën nga dhjetori deri tani. Pra, do të arrim të mbyllim, të kopsisim, gjithsecili individualisht çështje që ka të rëndësishme dhe që janë realisht për të mirën e tyre. Çfarë nuk mbyllet, ndoshta nuk është për të mirën e tyre. Çfarë nuk mbyllet, ndoshta nuk është favorizues. Kështu që të jemi pak fleksibël me çfarë duhet të lëm pas dhe çfarë duhet të mbartim në fazën tjetër. Një fazë tjetër në fakt që e kam folur shpesh dhe në fakt e kam prekur disa herë që fillon nga fund të prillit, fillim të majit. Konkretisht për shenjën e Dashit, një hënë e plot në eklips në një pozicion të tillë që në fakt do të rrisi pak intensitetin në drejtime të ndryshme. Ka të bëjë me të përditshmën, ndërsa situata në lidhje me ekonominë e vet do të përmirësohet ndjeshëm nga data 6 dhe në vazhdimsi, pra do të kenë mundësi prurjesh dhe përmirësimi shumë më të mirë nga data 6 dhe në vazhdimsi. Mos të harrojmë që Saturni dhe Neptuni është aty, pavarësisht se është në një pozicion jashtë dhe në një fushë magnetike ose energji të tillë që ndihmon
unin në të veproj në shërbim të statusit dhe emrit të vet, do kohën e vet derisa të arrim objektivin. Pra, organizoj, maturoj dhe jo shumë spontanisht imponohet nga Saturni në hyrje të drejt për drejt me Neptunin. Gjithsesi, Jupiteri do të kthehet në të drejt nga gaforia dhe për të gjithë popordashin në pozicionin që është, kështu që do të ndihmojë të mirë organizuarit. Pra, sa më mirë të organizohen, aq më shumë benefite do kenë. Sa më spontan të përpiqen të jenë, aq më të ngecur apo të paqartë do ta shijojnë në Marsin. Vim tek Demat. Një hënë favorizuese do të thosha dhe ndihmuese shumë. Dhe do të ndihmohen shumë të lindurit në qendër të shenjës. Pra të lindurit në qendër të shenjës së Demave do të kenë favore të mëdhaja ose ndihmesa të mëdhaja nga universi, të përforcuara me Jupiterin i cili do të kthehet në të drejtë në pjesën e parë të muajit, gjë që do të bëjë që do të shënojmë saktë të privilegjuarit të muajit në aq sa mund të jenë të privilegjuar në kohën që jemi. Pra, është një kohë që nuk na privilegjon shumë derisa të qartësohemi, e kemi thënë këtë fazë që kemi pak të stërgjatur problematikat e 2025-s, do të futemi pak vonë në 2026-ën, Demat kanë Uranin dhe akoma kanë gjëra për të ndryshuar, ata që do të shpërblehen janë të lindurit në qendër dhe më pas në pjesën e dytë të muajit do të shpërblehen dhe të 10 diçit të parë të shenjës. Atje ku ndikon kjo hënë e plot është thjesht në vendosje emocionale dhe do të ndikojë te të lindurit vetëm në fund të shenjës. Pra të lindurit në fund të shenjës nuk duhet të nxitohen në vendime e para që kanë të bëjnë me ngjyrat e dashurisë, me emocione, me familje, me shtëpinë, dhe e dyta, jo lëvizje që fshejnë risje me ekonominë. Të paktën jo derisa Urani të dalë prej tyre, që të kemi pak më të qartë se çfarë forme do të marri menaxhimi i financave në mbar botën. Kalojmë te binjakët. Kemi një vendosje të tillë. Kemi një hënë e cila do të jetë te Virgjëresha në eklips që i bie 4 pozicione përpara diellit të tyre dhe një Mars që do të jetë 4 pozicione pas. Do ta gjejnë veten disi as para as pas ose të paguximshëm për të bërë veprime vetëm në 10 ditën e parë, sepse pasi të kaloj 10 ditë i parë eksaktësisht dhe nuk është i plotë, është që në datën 7 do të kenë mundësi që të jenë shumë të qartë, shumë të guximshëm dhe njëkohësisht të marrin nga ky Mars tek Peshqit më të mirën e mundshme, si në drejtim të profesionit, si në drejtim të tematikave që kanë të bëjnë me trupin e tyre, të cilat kanë qenë her pas here shqetësime në 3 vjeçarin e fundit, ndërsa për sa i përket Jupiterit në të drejtë, minimalja do të shtoj optimizmin ose pozitivitetin në mënyrën se si do të shohin gjërat nga data 6 dhe në vazhdimsi. Vim te Gaforia. Jupiterin në të drejtë që pas eklipsit të hënës, që do të thotë minimalisht lëvizjet e tyre do të shoqërohen me guxim, optimizëm, por dhe ndihmës të madhe të fatit. Minimalja dhe ata që nuk kanë plane, në varësi të moshës, që nuk kanë plane të mëdhaja, e sikur që do të ndihen që nuk janë vetëm, ose që do të ndihen që do ja dal apo të kenë një lloj sigurie. Marsi tek Peshqit është favorizues edhe në mënyrën se si do të mund të ndërveprojnë profesionalisht në ambiente ku gjejnë veten. Pra me dashje, pa dashje, të sforcuar apo të kërkuar prej tyre, do ta gjejnë veten shumë mirë në territoret profesionale. Me Mërkurin në të kundërt, do të duhet shumë pak të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si do të ndajnë këtë ndërveprim, apo se si do të udhëzohen, apo udhëzojnë të tjerët në fjalën apo mënyrën se si do përdorin fjalën. Nuk do të mungojnë keqkuptimet, por janë keqkuptimet e vogla që zgjidhen lehtësisht. Shumë pak kujdes në vendime që përkasin çështjeve të rëndësishme, sidomos ata që kanë fëmijët, vetëm ditët e para. Eksaktësisht sot, nesër deri të mërkurën në mëngjes. Mirë, shkojnë kalojmë tek Luanët. Marsi tek Peshqit nuk është shumë përforcues të protagonizmit të tyre,
por nëpërmjet lëvizjeve të buta, smoothie, jo me shumë kërcitje, mund të zgjidhin ose mund ta gjejnë veten produktiv në territoret e punës. Ndërsa në çështje që përkasin familjes, këtu mund të marrin protagonizmin që duan, sepse duket sikur vajti një kohë gjatë që s'po marrin atë shkëlqimin që duan, por duhet kem parasysh që të mos nxitohen për të marrë vëmendjen, sepse nga ndonjëherë nxitimi mund të jetë vëmendje e drejt për drejt, po jo detyrimisht për mirë. Kështu që duke qenë që janë në pritje televizijave të mëdha në vazhdimsi të 2026-s, të tregohen të maturuar me kohën edhe pak akoma. Venusit e Dashit do t'i ndihmojnë shumë më tepër dhe më lehtësisht, duke qenë që po aty do t'jetë edhe Saturni dhe Neptuni. Pra që do të thotë në datën 7 me datën 10, çfarë kanë të rëndësishme nga muaji mars dhe që presin, do të duhet të vendoset në agjend prej tyre, të mos ta dëgjojnë Mërkurin në të kundërt, por të vendosin çfarë realisht kanë të rëndësishme që kërkojnë një zgjidhje apo zgjedhje të drejtë për drejtë. Kalojmë tek Virgjëresha, protagonistët e fillimit të muajit, duke qenë që ky eklips dhe kjo hona në më të kuqen e vet të bukur do të jetë e pranishme dhe e dukshme prej tyre dhe prej atyre që kanë përballë. Kjo do të thotë që ka tendencën që çfarë i shqetëson ose çfarë frikrash nuk janë shqetësime eksakte, nuk janë shqetësime reale, por më tepër lidhet me frikrat që kanë në projektimin e tyre. Pra mund të jenë pasiguri në lidhje me punën, mund të jenë pasiguri në lidhje me shtëpinë, nuk mund të jenë pasiguri në lidhje me shëndetin, gjë që i bëjnë pak konfuz apo t'i bëjnë që të ndihen të ngarkuar emocionalisht për ditët e para. Megjithatë, Marsi tek Peshqit kur të pozicionohet mirë, pavarësisht se do bëj hyrje në ditën e nesërme, kur të vendoset të paktën nga mesi i javës dhe në vazhdimsi, do e shohin që lehtësisht gjërat nuk janë ashtu sikurse i ndjejmë, por do të marrin një trajt pak më të qartë. Minimalisht do të kenë mundësira bashkëveprimi, do të kenë mundësira ortakërie, do të kenë propozime për të bashkëvepruar me të tjerët ose për të pasur rolte të tjerët. Kam bindjen që dhe Virgjëresha me Jupiterin e të drejtë dhe me Marsin tek Peshqit do të favorizohet shumë nga yjet për muajin mars. Kështu që nëse kanë gjëra të rëndësishme në agjendën e tyre, do t'ishte mirë t'i vendosnin nga data 19-20 deri në fundin e muajit, deri në datën 30. Shëndet. Faleminderit. Kalojmë tek Peshorja. Marsi tek Peshqit nuk është protagonist, nuk u jep mundësinë që të jenë protagonist të paktën të vijës së parë. Por është një pozicion i tillë që nëpërmjet diplomacisë ose vijës së dytë, ose duke qenë në prapasken, mund të kuptojnë që nga ndonjëherë mund të dalë shumë herë më i përfituar se sa kur je në vit të parë. Ajo që është e sigurt është që periudha e mirë e Peshores do të fillojë për Marsin eksaktësisht kur Venusi të jetë në hyrje të drejt për drejt me Saturnin dhe Neptunin, që i përket datës fiks 9-10 mars. Është momentin në të cilin mund të ketë ndërveprime shumë të mira me çështjet pragmatiste të vetës, pra mund t'jetë xhepi, mund t'jetë pasuri, mund t'jetë dokumenta, mund t'jenë shkresa, mund t'jenë rregullime dokumenta shtëpisë që i presin prej kohësh, mund t'jenë shitje blerje, mund t'jenë këmbime ekonomike. Pra fillon një periudhë në të cilën edhe ai që nuk ka plane do ta gjejë veten në të korrigjojë çështje që përkasin pragmatizmit apo materjes. Edhe pse kam bindjen që pjesa më e madhe e Peshores do ta shijojë, sepse do të jetë shumë më i qartë dhe do të marrë dhe vendime të rëndësishme për sa i përket emocioneve të veta. Pra më tepër do e shijojnë erotikisht ose në njohje të reja ose me lojën e flirtit pa u deklaruar. Unë dhe Florenca mo? Lojën e flirtit e kemi. Se më duhet dhe energjia dhe fjala, por po vazhdoj me time. Akrepa. Kalojmë tek Akrepa. Për sa i përket eklipsit të hënës, duket sikur jep një lloj pasiguri ose paqartësie ose tendencë për të gjykuar gabim ose jo sakt, sepse fjala gabim do shta shumë, jo sakt si zakonisht situatat në ambientet apo në territorin profesional. Pra jo gjithmonë intuita e tyre mund të tregoj të vërtetën ose mund t'i udhëzoj siç duhet. Sepse gjithmonë mënyra se si mendojmë dhe se si veprojmë
varet nga ngjyrat e momentit që gjykojmë. Kështu që do t'ishte mirë që të paktën vendime të mëdhaja, lëvizje të mëdhaja ose pozicionime të mëdhaja apo të rëndësishme në lidhje me njerëzit që duan që të kenë afër ose që kanë afër, do t'ishte mirë që t'i vendosin, t'i shprejnë, të gjykojnë, të arsyetojnë, të ndërveprojnë nga data 6 dhe në vazhdimsi. Pra, ditët e para të marsit, le t'i kalojnë duke dhënë ndihmën që duhet tek njerëzit që kanë nevojë afër tyre. Ndërsa përsa i përket vendosjes së Venusit tek Dashi, duket sikur do t'i bëj më racional, po edhe më të saktë në gjykim dhe në ndërveprim ekonomik, por edhe personal. Kam bindjen që emocionalisht në fund të muajit, rezumeja do t'jetë e tillë që do t'jenë të kënaqur me mënyrën se si janë ndjerë dhe se çfarë kanë prodhuar nga muaji mars. Bukur. Mos ta harrojmë që marsi duket sikur shënon jep mundësinë për si një vit i ri i dytë, ose si një pozicionim i dytë, si për nisje të para, po si fillim sezoni. Duket sikur gjithmonë ndihmon dhe ndikon shumë në fillimet e reja. Këtë muaj do të ndihmoj ndjeshëm akrepat. Okej. Kalojmë tek shigjetarët. Ndoshta fjala kujdes ose organizim ose durim që do të përdor për shigjetarët do të jetë muaj fundit, duke qenë që marsi është në 4 këndësh dhe hëna është në 4 këndësh. Dhe kur flasim për hyrje 4 këndore, janë pak stresuese ose na shkaktojnë ankth sepse kërkojnë organizime të mira, pra nuk kërkon nxitim dhe nuk kërkon vrap, ose kërkon dhe e shoqëruar dhe me Mërkurin në 4 këndësh me diellin e tyre, në të kundër gjatë gjithë muajit tek peshqit, por në të kundër deri në datën 19, do të thotë që organizimi i kohës dhe agjendës duhet të jetë i tillë që edhe nëse do tolerancën e kohës, edhe nëse ka anullime, të mos t'i mërzis, apo të mos të shqetësoj, apo të mos mendoj se do të kenë firo. Kalimi i Venusit mbi Saturnin dhe mbi Neptunin tek pozicioni i Dashit, duket sikur do të favorizojë jashtëzakonisht shumë për diskutime të reja, për njohje të reja, sociale ose profesionale, ose bashkëveprime që dalin nga hiçi, nga njerëz të rinj që janë të njëjtit interes në fushën profesionale të tyre. Pra nuk do të mungojë entuziazmi dhe nuk do të mungojë ajo kurreshtja se si mund të zhvillohet pjesa e karrierës së tyre, punës së tyre, po edhe statusit të tyre. E kemi thënë që 2026 do të rezultojë shumë i mirë për shigjetarët, por edhe pak akoma, që do të thotë të maturuar dhe pa nxitim deri në mesin e muajit mars. Vim te Bricjapët. E vetmja çështje në të cilën nuk ka shumë pak mundësi të korrigjohet pas datës 6-7 të marsit për Bricjapin, është vetëm mënyra se si ndihen brenda tyre. Kështu që do t'ishte mirë prioritet në ditët e para të merren me pjesën emocionale, me mënyrën se si ndihen, si për të sheshuar gjërat me qëllim që të mos të lënë në pashfrytzuar pjesën tjetër të muajit në çështje praktike. Marsi në 3 këndësh me diellin e tyre është jashtëzakonisht favorizues, ndihmues dhe përshpejtues. Për disa mund të jetë edhe korrigjues në çështje shkresash, projektesh, letrash, anullime të vogla për korrigjime të vogla dhe për ristartime nga fillimi, pra do të ndihmoj për të qartësuar çfarë duhet korrigjuar, çfarë s'duhet korrigjuar në të gjitha në mënyrën se si e kanë të projektuar apo ndërtuar profesionin e tyre, deri nga mesi muaj dhe në mes të muajit të nisi ritmin drejt zhvillimeve të përshpejtuara. Kështu që pak me emocionet dhe apo me lodhin apo ankthin e tyre apo mos kuptueshmërinë prej të tjerëve në ditët e para. Pra, ose t'i kalojnë një mendje të lehtë pa analizat forta, sepse s'do kenë kohë t'i analizojnë bas datës 6. Kalojmë tek ujorët. Të lehtësuar nga presioni i marsit në të cilën e kanë pasur një pjesë të mirë të tyre kanë pasur në hyrje jo fort komode me Uranin, që do të thotë kanë dashur ndryshim, por jo gjithmonë kanë mundur, kanë lëvizur shumë dhe gjithmonë edhe kanë gjetur veten në vend numëro, ose është dashur të ndryshojnë gjëra të cilat kanë qenë shumë të lidhur emocionalisht për të riskuar ose për të mos i patur për në interes të diçka e tjetër. Pra, kanë pasur ato sakrificat e vogla të tyre apo lodhjen e vogël të tyre dhe sidomos ditët e fundit dhe presionin të ndjeshëm për të lindurit në ditët e fundit. E ndjejmë dhe pak sot edhe nesër, po nga e mërkura, shija e të përditshmes do të jetë totalisht ndryshe. Do të kenë mundësi
që të merren me atë që ka nevojë tashmë. Ajo nevoja e Marsit ka të bëj me emocionet e tyre, me mënyrën se si ndjen lidhje me dashurinë, do të ketë mundësira shumë të mira kur Venusi të kalojë tek Dashi, dhe atë që do të sjelli Venusi te Dashi do shohin që nga ndonjëherë gjërat e mira vijnë edhe pa i ndjekur me vrap apo me presion. Pra, mund ta gjejnë veten që të kenë benefite edhe pa u lodhur shumë, edhe pse duket sikur lodhjen e kanë bërë gjatë muajit janar dhe shkurt. Pra, nuk kurse vrapuan shumë, por kur janë gjëra për çdo gjë do orën e vet që të vi. Pra, jo në gjithmonë në kokën e presit. Për të ndodhur, do të ndodhur. Eksakt. Kalojmë dhe tek peshqit që do të janë protagonistët e muajit, do të kenë diellin tek vetja deri në datën 20. Kjo hënë e plot ndodh përballë tyre, do të jenë protagonistë të hënës edhe tek hëna e re, kështu që her pas here nga emocionet do të jenë ato që do të përcaktojnë apo do të vendosin dhe rezultatin e muajit mars. Të favorizuar do të jenë të lindurit në 10 ditën e parë dhe 10 ditën e dytë, 10 ditë e parë për të zgjidhur çështje të rëndësishme që i kanë pasur shqetësime prej kohë të gjatë, ndërsa 10 ditë e dytë do të ketë mundësira për të patur zhvillime të shpejta apo benefite për sa i përket të përditshme së tyre në çdo drejtim. 10 ditë e tretë do dhe pak punë akoma, do të duhet të kontrollojë shpenzimet në këtë periudhë, sepse nuk është periudha më e qartë apo më e sigurt apo më e mirë planifikuar në lidhje me ekonominë dhe xhepin e peshqve, duke menduar që Mërkuri është në kundërt aty, do të vi dhe Marsi, do të vi edhe pjesa e hyrjeve të hënës do të jenë jashtëzakonisht shumë të forta në këtë 15 ditë, kështu që do kenë mundësira të dalin fitues, do kenë mundësira të marrin benefitin e diellit, por do të ndihmohen shumë nëse kanë çështje për të zgjidhur dhe i vendosin në prioritet. Pra, të mos shohin se çfarë benefitesh duan, por të shohin, të zgjidhin çfarë shqetësimesh kanë pasur për një kohë të gjatë. Me këtë mars duket sikur mbyllet një cikël për të filluar dhe për t'i hapur rrugën një cikli totalisht të ri për peshqit që do të jetë në e kundërta komplete dhe nga përditshmja dhe nga energjia për mirë. Kështu që një muaj që përpiqemi në fazën ditë të para, edhe një 2-3 ditë akoma, që të mos bëjmë plane afatgjat, dhe planet afatgjata t'i vendosim në agjendën tonë nga data 7 dhe në vazhdimsi. Meri, faleminderit shumë. Për çdo këshill të fshehur në gjithë atë përshkrimin që ti na bën të muaj. Ai sa mundem të t'i fshes, sepse situata është pak e ngarkuar, por që gjithsesi atë që unë kam thashë edhe në fund të muajit do bëhet çdo gjë e mundshme për të nxitur frikrat e njerëzve. Por këtu do më kapte pastaj ajo idealizmi im dhe do të proja, kështu që po e lë me kaq. Mirë, faleminderit shumë. E vlerësoj. Si një peshk i vërtet që je, merri më të mirë në kësaj periudhe sepse është periudha juaj. Do qëndroj larg, do çfarë do lloj informacioni që më shqetëson dhe më trazon ujrat. Ishte Meri Gjini, publik i dashur, bëm kështu parashikimin e gjithë muajit mars për 12 shenjat e zodiakut. Mendojmë që mesazhet janë të i çuar tek publiku. Janë shkuar tek publiku se e lexojnë gjithmonë shumë mirë Meri Gjinin. Kthehemi vetëm pas pak, bëhemi gati për të folur për fëmijët që agjërojnë.